Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të thjeshta, të shpejta dhe plot shije të cilat i përgatis për familjen time. Edhe kjo recetë për sot është kaq e thjesht, e shpejt dhe mund ta përgatisni për çdo vakt dhe mbi të gjitha shumë e shëndetshme. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Ju nevojiten 2 presh, unë kam zgjedhur vetëm pjesën e bardhë, pasi gjethet i kam përgatitur për një recetë tjetër, pra i presim në copa, kështu si tregohet në video. Gjithashtu pjesa e bardhë është gjithmonë dhe më e ëmbël dhe gjethet unë i përdor për të përgatitur byrek, ndërsa pjesën tjetër e ruaj për receta të tjera. Pasi i kemi prerë, i lëm me një anë, vazhdoj me 200 gram spinaq, gjithashtu e presim holl. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi kemi gati, në një tigan do shtojmë 3 lugë vaj ulliri. Do shtojmë edhe presh të cilët i prem pak më parë dhe do t'i skuqim për pak minuta sa të marrin këtë formë që tregohet në video. Më pas do shtojmë spinaqin, do ta përziejmë mirë dhe do t'i skuqim bashkë. Kjo bëhet për arsye pasi spinaqi skuqet shumë shpejt, ndërsa presh duam pak më shumë kohë. Dhe kështu vazhdojmë t'i skuqim. Dua t'ju kujtoj se është kënaqësi për mua nëse mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi mund të ma shkruani në koment. Unë kam shtuar edhe pak nenegjik të freskët, krip. Nëse nuk e preferoni nenegjikun, mund ta zëvendësoni me kopër, majdanos ose rigon sipas dëshirës suaj. Pasi është skuqur mirë, do të bëjmë pak vend për të shtuar 2 vezë të freskëta dhe 100 gram djath, çfarëdo lloj djathi që preferoni ose çfarëdo lloj djathi që t'ju gjendet në shtëpi. Pasi kemi vendosur djathin, e mbyllim tiganin me kapak dhe e lëm për pak minuta sa të mpikset veza dhe kështu e keni gati. Si ju duket si recetë? Faleminderit!